Do të flasim tani në studio me Zafir Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ishte kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mirëmbrëma zoti Berisha, faleminderit shumë që jeni sonde bashkë me ne në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për mundësinë. Kam qenë kandidati në listën e Aleancës. Përndryshe unë jam kryetari i Bashkimit Demokratik, një iniciativë qytetare në Prizren. A sjeni me Aleancën më? Domethënë Jo sjeni, unë s'kam qenë. Kur ka përfunduar gara dhe keni përfunduar? Kam qenë në garë, pjesë e garës, domethënë e ekipit Ramushit në këtë betejë politike që e kalum. Okej, e qartë. Zoti Berisha, para se ta nisim flasim për politikë, ndoqëm bashkarisht shumë kronika dhe sigurisht patëm edhe lidhjes drejt për drejta prej terrenit për gjendjen e krijuar me vërshime, gjendjen e rënduar në shumë komuna. Ju keni qenë shumë gjatë deputet në Kuvendin e Kosovës, keni patur edhe një pozitë me të cilën ju ka ra që të merreni edhe me Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave në raste të tilla. Pse, zoti Berisha, po përsëritet një situatë që ka ndodhur shpesh herë, sa herë që ka patur rreshje të tilla të shiut, gjysma e Kosovës është fundosur në ujë, është përmbytur? Fillimisht më lejoni të shpreh, domethënë një farë solidariteti me familjet e prekura, pra nga kjo situatë që është krijuar nga rreshjet e shiut. Kjo faktikisht është edhe si rezultati pasojave jo veç të motit të ligë, por edhe si përgjegjësi e politikës dhe institucioneve, sepse situata të tilla athuajse për çdo vit po ndodhin, mirë po pas një jave masi të kalojnë këto situata harrohen. Unë edhe nga aprovoja në institucione, domthonë kam përshtypjen se domthonë sektori i emergjencave është në hije, për ashtu që sot lexova diku që edhe nga qeveria aktuale, domthonë në ikje ose këto viteve të fundit, i shkurtuar edhe buxheti. Dhe sa herë kemi domethënë kësi situata, domthonë kur ka rreshje apo edhe verës kur kemi domthonë zjarre, domthonë atëherë na del gjumi se ne megjithatë duhet mendojmë domthonë për sigurinë e qytetarit edhe nga fatkeqësitë natyrore. Me një fjalë, situata krijuar është përveç fatkeqësi natyrore, është edhe fatkeqësi politike dhe institucionale. Po foli për rajonin nga vi, sepse çdo rajoni ka specifikat e veta. Nuk është se domethënë si niveli qendror, si niveli lokal, nuk e ka ditën se në raste të rreshjeve siç janë duke ndodhur këto ditë ku mund të ndodhen. Unë ta zom në atë pjesën ku jetoj vetë para 3-4 vjetë ku më një kërkesë në amën të banorëve, sepse e kum menuar që domethënë mund vjen një situatë e tillë, por askush s'ka marrë masa dhe natyrisht dje edhe sot kemi pas vërshime. Ndërsa kjo që u po domethënë në Xhonaj dhe Krajk, kjo është ditën, veç ka qenë çështje kohe kur do të ndodhen, sepse aty ka më shumë se 15-20 vite domethënë që bëhet eksploatimi i rërës në mënyrë domethënë jashtëligjore. Pa u desh më fokusu domethënë në një lagje apo në një fshat, në përgjithësi domethënë përgjegjësia kryesore është e institucioneve si të nivelit lokal edhe nivelit qendror për këto ditë e zeza të ullirit që po i kalojnë qytetarët në pjesë të ndryshme të Kosovës. Pra, sikur të merresh institucionet pak më shumë në kohë ku nuk ka tërhequra vërshime, do të ishte më mirë. Vetë fakti që për shembull regjimi aktual ka bën ndërhyrje domethënë me militant partijak në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjentave dhe domethënë militant të cilët nuk janë të interesuar për plana afatmesme dhe afatgjata domethënë të projekteve të cilët domethënë i ndihmojnë qytetarët, po janë të interesuar për ndonjë tender, një burimor, kjo tregon se domethënë është një papërgjegjësi totale e institucioneve domethënë në raste të tilla. Çfarë ndërhyrje ka bërë pushteti aktual? Po ju dini që është ndërruar domethënë në mënyrë jo ligjore, domethënë pa procedurë, edhe domethënë drejtori i AMS Zoti Kodra e kështu me radhë, domethënë nuk po du domethënë këto situata të rënda që po kalojnë qytetarët domethënë mund nalën të emrat përveçëm, por sido që të jetë, unë thash, kjo është fatkeqësi natyrore rënd parë, por gjithsesi edhe fatkeqësi politike dhe institucionale. Apo do të më thoni zoti Berisha se nganjëherë ndoshta
pushteti ose politikanë duke fokusuar gjithmonë ka politika ose ka tema të mëdhaja që potencialisht mund t'jene profitabile në vota, po harrohet edhe pjesa ku do duhet të ndërhyej për të përmirësuar jetën e qytetarëve në rastin konkret të ambientit. Pikërisht këto pjestat me lanë me nënkuptu, sepse shiqo, ne sot e 25 vjetë pas luftës, çështjen e zjarrfiksave domethënë e kemi të pasgjidhur. Pasgjidhur dhe nuk ka ligj të veçantë që domethënë i definon se s'ka vota aty, a? Po jo që nuk ka vota, po domethënë është një numër i kufizuar i njerëzve, domethënë i burimeve njerëzore dhe thjesht thash për zjarrfiksat ju bie normal vetëm kur ka kësi raste. Zjarrfiksat janë midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. Edhe e di që edhe kur kam qenë në komisionin për siguri, atëherë bashkë me Regjën Dautin e shumë të tjerë, do më po foli para 7 vjetë, do më kogja jemi konë të interesu që me definu dhe me zgjidh këtë problem, po fatkeqësisht edhe pas 5-6 vjetet kësaj qeverie do më dhonën çështja atyre mbetet do më dhonën pezull dhe do më dhonën e pa definume. Pra, unë po menoj se paralel me gjithë angazhimet që kanë dhe du të kenë institucionet, do më dhonën asnjë nuk du të lihet në rënd dytë. Bile disa çështje, si çështja domethënë AMS domethënë sigurisë qytetarëve duhet me qenë prioriteteve se thash, po përsëriten janë gjona për shembull sot gjatë gjithë ditës që kemi përcjell situatën, janë lokalitetet saktume që një vit atakohen. Dhe nëse është ataku para një vjetë, pse nuk duhet njeri ose institucioni me menuar se këta mund edhe mas një muaj e 2 apo mas një vjetë që pjo ndodhë. Pra, këtu po vinë edhe njërë në përfundim pa deshme të pru, se është kogja një përgjësi e madhe edhe e institucionet. Ndërkohë, institucionet të nivelit qendror me shumë gjas do të rikonfirmohen. Po. Pra, lëvizjeve të ndosje, përfundimisht doli e para dhe binë se pra, si subjekt politik me fitore binë se në këto zgjedhje. Besoni që do t'i përmirësoj të ketë parasysh këto çështje, sidomos tepër këtë AMS, mbrojtjes së lumenjeve, rregullimit të shtretrave të tyre dhe çështje tjera që për t'u përmirësuar jetën e qytetarëve, sidomos në zonat ku preken nga vështrimet, siç thatë ju që sa herë bie shi pak më i forishëm, ata i merrujnë. Nuk është që ka ndodhur ndonjë ndryshim domethënë politik në Kosovë që me pritën më përmirësu gjendja, natyrisht që unë pres edhe më tej të vështirësohet, sepse ka pas kohë të mjaftueshme me dëshmu se janë ndryshe dhe mujnë me vepru ndryshe, kështu që rezultati nuk është që përsakton mirëqeverisjen për 4 vjetë, rezultati është produkti një ndërhyrje domethënë cezariane në këtë proces, sepse me 55 milion euro sa ka shpërndar gjatë fushatës Albin Kurti nga buxheti i Kosovës, domethënë që janë edhe taksat e mia dhe t'jujat, domethënë e kishte fituar zgjedhjet në Kinë, jo në Kosovë, dhe kështu që unë mendoj që korruptimi kolektiv i masave të gjora, pastaj edhe faktorë tjerë kanë bërë që domethënë një disponim i investuar kogja gjatë prej 2019 me theks veçantë pasi pe atëre kum përcjellën, domethënë ka reflektuar që të ketë domethënë një rezultat të kësaj natyre. Mirë po, pra po kthehem te ajo që e bëre si pyetje, nuk do më thonë që vota përsaktojnë, do më thonë mund të përsaktoj fitusin, po jo qeverisjen e mirë, do më thonë sepse në fundit tashmo kemi dëshmi dhe fakte se si kanë qeverisën, do më thonë viteve të fundit. Nëse ishte qeveria Kurti ne pra pak ditë, si nisje, pastaj një qeverisje shumë më gjatë se sa ishte e paraparë, më shumë se 4 vjetë, gati 5 vjetë, dhe tash qeveria Kurti 3. Besoni ju që mund t'jenë përmirësuar, mund t'a kenë kryer atë praktiken që quheshin praktikant, dhe tash mbase të ketë një qeverisje pak më të mirë dhe të përmirësuar këto kushte? Jo, unë pres, domethënë ditë më të zeza për Kosovën dhe qytetarët e Kosovës, sepse nëse s'kan ditën me vjedh para 5 vjete, domethënë tash janë më eksperta, domethënë dhe për këto tashmë janë faktet, janë proceset gjyqësore, janë hetimet, me qindra tendera një burimor, me vjedhje të rezerva shtetërore, edhe tepër është e çuditshme, të thonë që është edhe për një analizë se për shembull
ministres që i ka upën gruri në portin e Durrësit e që vaj edhe sheqeri ka jetë në Poloni, domethënë vazhdon të jetë kandidat edhe të votohet. Edhe shumë bile. Po, domethënë kjo është domethënë që për mu jo mu befasu, po për mu studiu. Në anën tjetër me që unë mirem domethënë në mënyrë detale me këto luhatjet, edhe ka qenë e mundshme. Sepse ne kemi pas një vërshim të një turme të njerëzve të cilët Kosovën e shojnë në bazë të informacioneve që kanë në TikTok edhe në Facebook. Dhe ajo turm ka kulmu domethënë me festën e kusinjave në qendër të Prishtinës. Dhe tash, kur kemi ne për fatin e keq, unë po jem keq për ta, domethënë votues edhe të atij niveli, natyrisht që domethënë Rozeta i merr ato vota, ose Jo, ka 500.000. Më shumë, po. Gati 480 diçka mijë. 400.000 vetëm Albin Kurti, 400.000 kanë votuar. dhe tash domethënë janë disa faktorë. Pa përjashtu faktorin që domethënë që nga 99 ka investu, domethënë për me krijue një klim përçarse dhe me një shoqëri ku ka përçarje, natyrisht se në rand dytë vinë domethënë situata siç i kemi tash aktualisht jemi të përjetuar edhe situata tjera. Sepse ne tash mirremi kush i ka fajat edhe hapet debati tash midis familjarëve që janë në Mërgat dhe familjarëve që janë rezidentë në Kosovë. Po unë në këtë rast më lejoni edhe njerë ta ripërsëris atë që kom thonë edhe në mediume tjera, nuk është mirë domethënë që diasporën me identifikue me këtë grumbull të njerëzve që festojnë me kusinja. Sepse ato janë tepër minor ka shi diasporës të ndershme me dignitet, ka shi një diaspore që vërtet e do Kosovën edhe ka bo për Kosovën. Sepse këtu kemi një përzirje dhe kjo nuk është e rastishme ky debati, sepse Albini e dëshiron të tillë një popull. Ai e dëshiron një klim qytetare, domethënë një debat në Kosovë që nuk mirret me Rozeta Hajdarin që ka ose për shembull me Vuk Hamovicin që domethënë bën tregti me domethënë energjinë e Kosovës dhe ne kemi 300 fish mashtrajt fakturat domethënë të energjisë elektrike. Dhe për milon problemet jetike nën hije, ai nxjarrën domethënë prodhon me makinerinë e vet propagandës, domethënë kësi klima mes qytetarëve që ne mirremi me vetveten. Për me vazhdu se diaspora domethënë është më gjon se 130.000 apo 150.000. Vetëm në Zvicër llogaritet që mund të jenë mbi 300.000 qytetarë të Kosovës. Në Gjermani mbi 600.000. Nëse po s'kan orë 120.000, 150.000, këto janë një qerek i diasporës. Mirë, po kjo është ajo diaspora që kur o konë nevoja për Kosovën, i kanë veshën diminjat apo fustonat dhe kanë ikën me goma përmes Shqipërisë në Itali. Dhe ata natyrisht që kanë pastaj ka një notet e tyra personale, që ka ndodhën para 26 vjete. Ata shkon fëmi, ai fëmija e tyne i ka 25 vjetë. Dhe ai fëmija kur she në televizor që ka pas luftë në Kosovë, py babën e vetë, çka ke bën ti kur ka lufta. Ai s'thot ku mikën. Ai thotë një kohë do ai dut pa shtëpia që atje që kanë dalë mal edhe kanë bën një farë lufte. Dhe për ato sot e kije domthon në mënyrë masovike domthon propagandën kundër njerëzve të luftës. Ky diskurs i Serbisë se UÇK-ja është një grup organizat e cila është financuar nga karteret e drogës, që e ka thonë Miloševići, se unë jam përjetues i ngjarjeve, se kam me tnine, e cilën domethënë akademik Dimal Basha, domethënë me atë intelektualen në tojza Maqedone, domethënë e ka pasën edhe punim shkencor. Pra, thjesht kjo nuk është e rastit. Me që në një emision ka shkurt është problem me zbërthyje deri në fund, përfundimisht domethënë kanë qenë disa nga faktorët që mund kanë shtim me menue që duhet me qenë betejë, edhe pse unë para zgjedhjeve nuk jem kon interesuar me marr pjesë të zgjedhjeve edhe për disa arsye personale, po më shumë për arsye ligjore, sepse ndryshimi i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme faktikisht vetëm sa e ka keqësu situatën brenda subjekteve politike.
Në rëndë parë, do më dhënë duke mbyt demokracinë, dhe kjo mbytje demokracisë mrenda subjekteve, naturisht pastaj përcillet edhe në institucione, sepse inxhinieringu që jo mundësuar me ligj mrenda subjekteve politike, shumë intelektual, figura të dëshmume, do më e kanë të pamundshme me arritën synimin. Ndërsa futja jeme në këtë betejë politike, ka pas bëjt këtë diçka tjetër. Unë jem koni vedishëm se e përfaqësoj një iniciativë qytetare dhe minutat e fundit kur kum vendosën i kum thonë edhe Ramushit. Unë nuk është që nuk e di se me 2-3.000 vota nuk bëhem deputet. Mirë po, duke parë sulmin e Serbisë dhe mbetjeve tyne në Kosovë dhe atyre që e kanë përkthyje narrativën e Serbisë kundër UÇK-s, duke të sulmuar ty, unë pesho që jam të interesuar shumë faktor për fatin e keq, po du të mi thonë faktor në Kosovë me nxjerrje jashtë loje. Sepse në fundit, vetëm në këtë betejë politike, Ramushi ka identifikuar domethënë vlerat e këtij shteti ose vlerat që përbëjnë themelin mbi cilën është ngrit ky shteti, pra Ushtrinë Qëllimtare e Kosovës. Kjo ka qenë arsyeja dhe unë mendoj, ndoshta me një ndihmë modeste, po megjithatë një ndihmë të vogël ja ku më dhënë Ramushit që mos moralizohet domthonë synimet e Serbisë edhe disa mbetjeve të tyre kundër njerëzve të UÇK-s. Zoti Berisha, ju po thoni se ju futët një betejë politike, garuat për deputet, ani se ishit pak a shumë e dinit se mund edhe të humbnit këtë betejë, vetëm për t'i dalë në ndihmë, për t'i dalë në krah, edhe se stoni me një ndihmë modeste Ramush Haradinaj dhe Aleancës për Armiqin e Kosovës. Jo, këto kum thonë unë edhe publikisht, ja kum thonë Ramushit. Domthonë unë kumin betejë me ndihmu Ramushin, jo mu bë deputet. Dhe duke sakrifikuar që të mos zgjidheni deputet. Po shiqo, jo gjithmonë, se unë po m'jen keq që unë kum jem fut në përbeteja ku kum pas me thonë edhe jetën. Dhe jo me mja thonë një ndim, dhe unë e sfjegova arsyet pse. Dhe më thonë pavarësisht se jo vetëm në Aleancë, po edhe në LDK edhe PDK është bon një gabim trashanik i cili pastaj ju ka kushtu 3 partive politike. Sepse ku fola për inxhinieringun e votave mrenda subjekteve, këta subjekte politike, domthon për shkak edhe të ligjit që ja ka mundsue, domthon i kanë kërkuar votuesit e subjekteve tyre, nuk kanë kërkuar vota të reja, për cilën unë i kam thonë edhe Ramushit, edhe në momente kum shfryzu për m'ia u bë me dije gjithë kandidatëve që në zgjedhje. Kjo ka ndodhur në Aleancë, ka ndodhur mas shumti në PDK, edhe në LDK që LDK-n domthon e prunë edhe në këtë situatë, sepse inxhinieringu i votave të përmasave që ka ndodhur në 3 partitë nuk ka mujtë me ndodhur në vetëvendosje, sepse në vetëvendosje ki një emër, tjerët janë numra, nuk i emrat përveshëm, për shembull që shkien në Aleancë, që shkien në PDK dhe LDK. Ati ke Albinin edhe një grumbull numrash që po kanë rëndësi mrapa. Megjithatë, është dhe ajo vija e mbrëmshme që ta zonë e kuron Muratin e nxerrën me 100 e sa mijë vota, ndërsa Gani Krasniqin e la domethënë jashtë aty. Domethënë i mora 2 emra 2 ekstreme, po për me ditën se kush është i favorizuar domethënë në atë kampin, domethënë që me ndihmën e mentalitetit kusinjave domethënë i ka marrë këto vota që i ka marrë. Pra ja pas kanë vlet kusijat. Kurdo? Ja pas kanë vlet kusijat, apo i bie kështu? Si që kusijat ja kanë detën për njerëz caktum, po këto kusija kanë mi kushtu Kosovës. Edhe unë besoj se jo shumë largë. Nështë domethënë në ato mbi 50 milion euro që i ka përdorën, domethënë i kanë dhezën, por ato domethënë janë përdorën jashtëligjshëm, sepse nuk ka pasën pozicion buxhetor në ligjin. Keni fjalën për 100 euro që ka shpërndar për pensionistë. Po 50.000 studente, 250.000 pensioniste, 250.000 domethënë familje që kanë pas fëmijë në moshën 16 vjet, mesin e tyre shumë edhe atyre që kanë ardhur me kusia, sepse këta marrin shtesat për fëmijë edhe për ndim, marrin edhe këtu nuk paguajnë tatim. Atje që i marrin se paguajnë tatim. Këtu na paguajnë tatimin, ato vinë i marrin domethënë shtesat e fëmijëve edhe dalin në Facebook pa atje thonë për ne ajna. E kush janë ata? Pra ky mentalitet primitiv që ka zonë rrojnë shoqërinë tonë, megjithatë mendimin e njerëzve që dinë me shpjegue, duhet ka dalë mush koç, sepse
në fundit, ku më boni analizë bukur shumë për ato që ka ndodhur në Venezuelë dhe më ndërlidhë një paraqitje e Vjosa Osmanit kur ju referue Albin Kurtit para një kohë, domethënë Hugo Chavez. Dhe ne asnjëherë nuk e kemi analizuar pse Hugo Chavez, gjithmonë një diktator latin atje në Amerikë, mirë po Albini në pushtet ka ardhur me metodat e Hugo Chavezit. Për ashtu që Vjosa tash është pjesë e këtij domi që bëhet Kosovës, dhe në mënyrë analitike analizu se si ka ardhur në pushtet me të njëjtat parolla, kundër regjimit vjetër, kundër klasës vjetër, për të varfrit e kështu me radhë. Dhe ka fillu ta marrë pushtetin, domethënë si Maduro, domethënë të shpërndo pare, domethënë të etiketue dhe të i detyrue, domethënë qytetarët e ndershëm me lëshu Kosovën. Vetëm gjatë kohës së Maduros, mbi 7 milion qytetarë të Venezuelës e kanë lëshue, domethënë Venezuelën. Pra, kemi një ngjashmëri tipike, domethënë të ardhjes pushtet edhe të qeverisjes, domethënë në Kosovë si në Venezuelë. Dhe ajo që ka ndodhur, domethënë që shumë njerëz nuk e dinë, befasohen se çka ndodhi dhe si mund të mirret një kryetar shteti. Po pse edhe bashkëshortja kryetare shtetit? Një gjë duhet më shpjegu njerëzve. Bashkëshortja e Madurës ka qenë ndërmjetësuese midis mafisë së kokainës dhe kartereve drogës dhe institucioneve shtetërore të Venezuelës. Ndërsa kemi një rrethon këtë tjetër në Kosovë. Ne nuk kemi kokainë, po kemi kilovat. Dhe ne nuk kemi mafi drogës, ne kemi mafi energjetike. Dhe dikush është ndërmjetësue, domethënë midis mafisë energjetike që e ka okupu Ballkani dhe që kanë përfitime milionëshe dhe miliardë. Pse bëhet këtë krahasim me Maduron? Dhe me situatën dhe me realitetin Kosovës e me qeverisjen? Po, unë mendoj se isha shumë i qartë. A shpresoni që mund ta ketë fundin ngjashëm si Maduro, pse po tani që këtë prajlen e këtë kohë, zoti Berisha? Populistë të tipit Albin Kurtit nuk kanë si me pas fundin ndryshe. Ne 25 jemi demokraci e re, unë domethënë 483.000 qytetarë të Kosovës kanë votuar për lëvizjen vendosje, më shumë se 400 jemi për Albin Kurtin. Po, unë thash me 55 milion, pa i llogaritën përqindjen e tenderave një burimor, edhe parat që vinë nga mafia energjetike. Ju në Kosovë, në Kinë, profesori nderuar Enver Hasani kishton i kisha fituar zgjedhjet Shqipëri, Maqedoni, Kosovë. Unë po them edhe në Kinë ishin fituar zgjedhjet. Sepse ne kemi varfruar jo vetëm mentalitetin, po edhe shpirtin e shumë qytetarëve të cilët domethënë janë në gjendje për 900 euro ka 3 orë me prit në rand. Unë në ditë shkova me pagu, me bot disa pagesa për biznisin tam familjar, domethënë nuk musha, qindra vetë. Në 12 natës shkova, nuk ish vend. Dhe pyeta njënin aksidentalisht, thosh, më falë, njëni automat është i prishë, tha, ajo është për me dhonë. Na këto 100 që po presim jemi për me marrë. Ishin disa njerë... janë blerë votat. Në këtë kontekst janë blerë votat. Janë blerë, është korruptim dhe për këto herë ta vonë, sot apo nesër du të me dhonë përgjithësi, jo vetëm për këto 50 milion euro që jashtëligjshëm jenë përdorë, po edhe miliona tjera, sepse ne nga shkurti nuk kemi qeveri. Dhe nga shkurti jenë marrë vendime, jenë bërë shpenzime, jenë lidhë kontrata, një bunë rimore, jenë dhonë të ndere milionëshe. Dhe dikush ka me dhonë përgjithësi, a i nështë nuk shijet tash, mas 1 muje, mas 2 muje. Po unë thash se me që ishte pyetja atil, do më në përfundimi s'ka si me qenë ndryshe mazise i Madurës. Qka i bjenë mazi? Se Maduro, se mazi, se do më thënë që ky popull me gjithë ato në fund ka mu vedisu dhe do më thënë ka mu ngritën. Por unë nuk kemi thtar në këto momente me folë për tema cilët e presin vendin, por gjithsesi si njeri me provoj në jetë, jo veç unë, po dhe shumë të tjerë që janë gjenerata ime, do më thënë në ndryshimet i presim sepse ky vend me gjithë ato ka njerëz dhe besoj se do më dhonën ka me pas vedisim kolektiv qytetar. Krejt shkurt. Edhe një fundit për masat, për këto votat, to do më dhonën përqindje të mdhaja.
Shkodron e di që i ri edhe shumë që në përcjellin jënë nështë a mosha e jote nuk e ma nërmend, po edhe titën që shtu më kanë mështetën. Bile në atë kohë i thëshin një farë shtafita titës, o ka një farë armature si qilë si gumave traktorit, edhe shetit kënë për Kosovë, edhe këtë popull i gjorë pa dalë i rejke durë dëmonë të bërtitën një armature. Sepse politika kishë botë vetën, propaganda kishë botë vetën. Edhe tashë, nëse kemi ne 400.000, 500.000, më starojmë se... Veç Tito ka qëndruar gjatë për shtetë? Mirë, Dhe Maduro besa, shumë gjatë para se të rëzoj, nëse ngrite këtu dy po, paralel. mirë, ama Kosova nuk është as 40 milion, as 70 milion. Dhe këtë për fund, Zotë Berisha, tash që humbe në këto zgjedhje dhe i e rikthyer Partisë Bashkimit Demokratik, do të vazhdojnë me tutje të merresh në politikë me BD-n apo do të pozosh? Unë duke parë rrezikun që po i kanosit Kosovës, nuk e shoh më veten pjesë e politikës partijake, sa e shoh veten në shërbim domethënë të shtetit tim. Përndryshe thash politika ndoshta edhe më imponu, domethënë 99-ën kur unë jem rikthye domethënë jetës normale, por gjithsesi kur pesho se si po fundoset Kosova për cilën gjeneratat të tëra janë sakrifiku, domethënë unë natyrisht se nuk muj me qenë telespektator i këtyre zhvillimeve dhe i këtij domi që po i bëhet vendit tim. Zotë Berisha, faleminderit shumë që keni ardhur në Klan Kosova. Faleminderit e juve. Ndërkohë shkut rando të kthehemi pashmangshëm edhe njerë çështjes vërshimeve dhe të lashëve që ka shkaktuar sigurisht në shumë vende të Kosovës, e për çka ka njoftuar dhe ka dalë me një njoftim Instituti Kombëtar